A duhet ndëshkuar Sali Berisha, Edi Rama dhe Ilir Meta për tradhti kombëtare? Një kombë në krizë. Për 35 vjet, Shqipëria ka qenë një laborator i përdosur i demokracisë, ku politikanët kanë shfrytëzuar çdo mundësi për të pasuruar veten, ndërsa populli ka mbetur në varfëri dhe përçarje. Nga revolucioni i 1990-s deri sot, klasa politike ka shndërruar shtetin në një makinë korrupsioni, duke e lënë vendin në rënoja ekonomike dhe morale. Sali Berisha, tirani i maskuar si demokrati. Sali Berisha, njëherë doktor kardiolog, u bë simboli i tranzicionit të shtrembër. Në vitet 90, ai solli demokracinë me dhunë dhe fshehurazi, duke e shndërruar Shqipërinë në një oligarki. Privatizimet e egra, nën prefektin e tij, u shitën me para të hedhura kombinat, miniera dhe toka shtetërore. Kompani të huaja blen çdo gjë për të qindta të vlerës reale. Skandali i piramidave, 1997, miliona dollar u zhdukën, duke shkaktuar rebelimin e popullit dhe luftën civile. Berisha u detyrua të ikë me helikopter, por kur u kthye në pushtet, nuk u ndëshkua askush. Fshehja e dosjeve të sigurimit të shtetit, miliona dosje u shkatëruan ose u shitën, duke lejuar kriminalët e vjetër të bëhen biznesmen. Edi Rama, artisti që shkatërroi shtetin. Edi Rama hyri në politikë si një figurë e pastër, por sot është kryeministri më i korruptuar në historinë e Shqipërisë. Rënia e ekonomisë, në vitet e tij, Shqipëria u bë vendi me më shumë emigrim në Europë. Rreth 1.7 milion shqiptar kanë ikur. Tenderat e dyshimta, çdo projekt i madh, nga autostradat deri te incineratorët, është fryrje çmimesh. Rasti i incineratorëve është dëshmi, 300 milion euro për objekte që nuk funksionojnë. Shtypja e mediave, gazetarët që kritikojnë qeverinë janë nën hetim, ndërsa mediat e pavarura mbyllen me presione fiskale. Ilir Meta, kameleoni i politikës shqiptare. Ilir Meta ka qenë në çdo qeveri që nga viti 1998. Ai ka ndërruar anët si robot, duke u bërë simbol i korrupsionit të pashpëtuar. Rasti i Veton Surroj, Meta u dënuar me burg në mungesë për ndikim të palishëm në prokurime. Por si president, u fal. Pasuria e pashpjegueshme, nga një student në Tiranë, Meta tani zotëron vilë luksoze, jeta private në Monaco dhe biznese të dyshimta. Lufta kundër drejtësisë, si president, bllokoi reformën gjyqësore, duke e lënë sistemin në duart e të korruptuarve. Tradhtia ndaj kombit, fakte të padiskutueshme. Shpërndarja e tokës dhe burimeve. Brigjet e Shqipërisë u shitën me 5 euro më për miq të politiktanëve. Sot, një turist i huaj paguan 500 euro natë në të njëjtën tokë. Minierat e arit dhe nafta u dhanë kompanive të huaja pa asnjë përfitim për shtetin. Braktisja e rinjve. 52 të rinjve duan të emigrojnë, sipas Bankës Botërore. Shkolla dhe spitalet janë në kolaps, ndërsa politikanët i dërgojnë fëmijët në universitete të huaja. Shkatërimi i sistemi juridik. Asnjë politik nuk është dënuar ndonjëherë për korrupsion. Gjykatësit janë emëruar nga politika, jo nga meritokracia. Çfarë duhet të bëhet? Një komision ndërkombëtar për të hetuar korrupsionin e 35 viteve të fundit. Konfiskimi i pasurive të palishme të politikanëve dhe familjeve të tyre. Reforma kushtetuese për të ndaluar që kriminalët të kandidojnë. Dënime penale për krime kundër shtetit. Kush do t'i nxjerrë në dritë tradhtarët? Shqipëria nuk ka nevojë për gjak, por për drejtësi. Nëse nuk ndëshkohen kriminalët e pushtetit, shteti do të vazhdojë të jetë një supermarket i hapur për të huajt dhe politikanët e korruptuar. Pyetja mbetet, a do të ketë guxim dikush të bëjë histori, apo do të vazhdojmë të qajmë për 35 vite të tjera? Ky artikull bazohet në raporte të Bankës Botërore, Transparency International dhe hetime gazetareske.